përmes cilës bimë mund të mbajmë nën kontroll presionin e lartë të gjakut? Për pastrimin e gjakut ka disa bimë. Unë për shumë kam përdorur shumë edhe koperin, bimin e koperit, faret e koperit. Ato edhe mund të kultivohen edhe në ambientin e shtëpisë, në balkon. Një vazo. Njerëzit ndoshta mendojnë po jo, po vazo është tretë, sepse kryesisht mosha e tretë është e prirur shumë për mi dashur bimët tash edhe me jetu me ato bimë. Për faktin edhe se një pjesë e mirë e fëmijëve u kanë ikë në emigracion, domethënë, edhe gjejnë kushtimin atë tek bimët, po. Njihen mirë, marrin energji të mirë, projektojnë momente të mira frymëzuese, sepse thrisin frekuencën. Kopri pastron shumë gjakun prej kolesterolit. Okej. Prej yndyrës keqe, tepërt, domethënë. Po ashtu edhe sheqerin e pastron. Ndihmon shumë tretjen. Përmirëson tretjen në mënyrë të jashtëzakonshme, sidomos njerëzit që përjetojnë fryrje për lloj-lloj ushimesh që mund t'i marrin ushime rruge apo ushime që janë me konservant ose me adiktiv ose për shembull buka që është me maja. Fryn shumë, sepse majaja fermentohet, vazhdon fermentimin jo vetëm te buka, po vazhdon fermentimin edhe në stomakun tënd edhe te zorët tuaja.